Gjatë qëndrimit në Ankara për samitin e NATO-s, kryeministri Rama zhvilloi një takim zyrtar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Takimi u zhvillua në Pallatin Presidencial, ku të dy liderët zhvilluan bisedime së bashku me përfaqësuesit e delegacioneve respektive. Diskutimet u përqendruan në forcimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Turqisë, marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet dhe çështjet me interes të përbashkët. Në këtë vizitë, kryeministri Rama shoqëroi nga ministri i jashtëm Ferit Hoxha dhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi. Qëndrimi i Ramës në kryeqytetin turk u zhvillua në kuadër të pjesëmarrjes së tij në samitin 2 ditor të NATO-s, ku udhëheqësit e vendeve aleate miratuan hapa konkret për forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e shpenzimeve ushtarake, modernizimin e kapaciteteve të sigurisë dhe vijimin e ndihmës për Ukrainën. Një ndër zhvillimet kryesore të këtij samiti ishte vendimi që Shqipëria të pres samitin e NATO-s në vitin 2027, duke vendosur vendin tonë në qendër të një prej takimeve më të rëndësishme të Aleancës Atlantiku të Veriut.